Qyteti i Perëndeshave titullohet libri i ri poetik i autores pogradecare Raimonda Shyta Kolvani. Në vend të fjalëve të saj për lexuesin, autoria ka risjellë citate të shkruar për poezinë nga Lezgush për Adece. Më pas, në parathënien e librit Kujtim Hajdari shkruan: Raimonda është një poete e këndshme që vjen me vëllimin e radhës pas një përvoje të konsiderueshme në poezi. Kjo sigurisht i ka dhënë aftësinë që të di të zgjedh detaje nga jeta që na rrethon e t'i edhe ato me një bukuri artistike, duke përcjellë një domethënie, një mesazh apo duke na dhënë një portret dhe një peizazh poetik që të krijon impresione e kënaqësisë shpirtërore. Shumë herë ta ndjesh veten një personazh interaktiv të poezisë. Është për t'u vënë në dukje se autoria, me mjeshtërinë që zotëron si poete, edhe në detaje të thjeshta, di të dallojë të veçantën e t'i jap ngjyrime figurative dhe emocionale, duke e bërë të përçojë tek lexuesi nëpërmjet rrezikimit poetik mendime, mesazhe sa të bukura artistike, aq edhe me vlerë sociale. Sa merak, sa ankth, sa shqetësim. Kjo natë s'do të ketë gjumë përveç shpritje. Nëna shtiret sikur fle e plot pikëllim mban vesh derën se jashtë mos ka lëvizje. Ngrihet baba ma i gishtash mos dëgjohet, leht het hapin po zemra merr harbuar. Si peshku në breg përpëlitur shqetësohet, e ndryth në gjoks dhimbjen e përmalluar. Nëna, e mira nën lëshohet mbi djalin, dhe të tre mbeten disa çaste përqafuar. Agu mbi mal të thatë që mbajti tura vrapin, mbi shëndill këmbana tingëllon gëzuar. Thot autoria në poezin Pritje e djalit për fund vit. Për të gjitha dhuruesit e poezisë, libri tashmë gjendet në libraritë e Pogradecit.